Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi tek përmbledhja e fikut nga Sheikhul Islam Ibn Taymija, do të thonë bazuar në mendimet e tij. Kemi arritur tek kaptina e namazit me xhamat. Si pikë e parë në këtë kaptin, shehu e ka zgjedh mendimin se namazi me xhamat është farz ain. Madje e konsideron kusht për pranimin e namazit. Kjo është mendimi i Sheikhul Islamit, që ulemat të tjerë nuk e kanë këtë mendim, se nëse thu kusht i pranimit namazit i bie që nëse e një ezani nuk i përgjigjesh ezanit dhe falesh në shtëpi, nuk të pranohet namazi. Nëse thu që është farz, është wajib, atëherë e fal në shtëpi, po e merr gjunahin. Në më thonë, këtu ka dallim mes parës edhe të dytës. Një pjesë ulemave kanë thonë që është sunet. Është sunet, sepse përderisa ka ardhur në hadith pejgamberit alayhis salam që shpërblimi me namazin me xhamat është 27-25, atëherë, më thonë, e kanë bërë një lloj krahasimi apo një lloj fetvaje ijtihadi rreth kësaj çështje, ose mendimi më i saktë është që është wajib. Nëse pa arsye e lën është domethënë ki mëkat tek Allahu azza wa jall. Pra, nëse njeriu falet vetëm pa arsye, pra pa xhamat, i prishet namazi farz. Më thonë çështu e ka mendimin Sheikhul Islam Ibn Taymija. Ai i cili ka traditë të veprojë një ibadet dhe pastaj nuk e vepron ato për shkak të smundjes, udhëtimit, i shkruhet shpërblimi një lloj. Këtë thotë edhe Sheikhu Uthejmini rahimahullahu taala. Për shembull, vllazni, nëse një person, një vëlla musliman, tër kohën agjeron hënë, tonën edhe tajtën. Edhe një tonë apo një tajte, ka dalë një punë, ka dalë në udhëtim, je i smut, apo ko e di unë, tek Allahu subhanahu wa taala llogaritës sikur agjërues, sepse kusht kanë dalë një arsye, një sebeb. Sepse po të mos e kishe pasur këtë sebeb, atëherë Allahu subhanahu wa taala, atëherë ti do të agjëroje. Dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala, edhe nëse nuk e agjëru, ta shkruan sikur me agjëru. Namazi me xhamat nuk zihet vetëm nëse e zën një rekat. Vetëm nëse e zën një rekat, nuk zihet, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Rekati zihet me zënjen e rukus. Domethënë namazi me xhamat nuk zihet vetëm se nëse do thotë e zën një rekat, është fjala. Rekati zihet me zënjen e rukus. Nëse në ruku për shembull është në rekatën e 4, po e zon, edhe ti je futur në xhami, ke marrë tekbir, ke rënë në ruku dhe ata i ke zonë ruku, do thotë xhamatin e ke zonë ruku apo imamin, atëherë ke zonë rekatin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pasuesit e imamit namaz mund të falin një namaz tjetër kur imami është duke falur namazin e kohës, nëse ata nuk e kanë falur namazin e kaluar. Këtë e dini, për shembull, nëse nuk e ke falur namazin e drekës dhe imami, apo ka ardhur koha i ikindis, dhe imami është duke falur namazin e ikindis, ti nuk e ke falur namazin e drekës, futesh me niyet të namazit të drekës dhe nuk ka asnjë problem, sidomos dreka dhe ikindia nuk është problem sepse i kanë rekatet e njëjta, apo kërkush nuk të merr vesh. Mas selamit çohesh i fal edhe 4 rekate tjera të ikindis dhe nuk ka asnjë problem. Problemi është tek namazi i akshamit dhe namazi i yatsis, sepse nuk kanë, nuk janë të njëjtë me rekate. Namazi i akshamit i ka 3 rekate, ndërsa namazi i yatsis i ka 4 rekate. Atëherë si t'ja bëjmë? Futesh namaz me niyet të akshamit, zbashku me imamin. Kur vjen te rekati i tretë, janë 2 gjëra, 2 veprime mund t'i bësh. Këtë thotë Sheikhu Uthejmini rahimahullahu taala. Në rekatin e tretë, ti ulesh, rin ulur, dhe ata ngritën në rekatin e 4, ti e thuhet tehiyatin, e kryen krejt e tehiyatin deri në fund, jep selam dhe ngritesh pastaj. Për ty është rekati i parë për yatsin, rekati i parë i yatsis, ndërsa për ta është rekati i 4, apo. Pastaj do thotë lidhesh me ta, ata ulen në rekatin e 4, edhe ti ulesh së bashku me ta, kur ata japin selam ti vazhdon pastaj rekatin e 2, ulesh pastaj edhe 2 të tjera i vazhdon. Dhe forma tjetër është që në rekatin e 3 ti ulesh, nuk ngritesh, i pret derisa të vinë ata në rekatin e 4 dhe bashkë me ta jep selam. Do me thonë, çfarëdo forme që ti e bën për këtyre 2 formave,
Dhe më thonë, është e lejuar me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Këtë koment, këtë shpjegim e bën Sheikh Uthejmini në fetavat e tij. Hadithi i Ebu Hurejrës dhe Ebu Sejidit thot se namazi me xhamat në krahasim me atë vetëm kanë dallim 25 shkallë, ndërsa hadithi i Ibn Omerit thot se ka dallim 27 shkallë. Hadithi i parë tregon vetëm dallimin mes namazit të vetëm dhe atij me xhamat, ndërsa hadithi i Ibn Omerit i dyti tregon dallimin mes atij që falet vetëm dhe me xhamat, që është 25 shkallë së bashku me namazin vetëm dhe atë me xhamat, që do të thotë 27 shkallë. Bukur, nuk i takon imamit që të përsëris namazin 2 herë. Nuk ka nevojë me përsërit namazin 2 herë. Ka pas raste kur Abdullah ibn Mesudi për shembull është fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me xhamat dhe pastaj ka shkuar ka fal namazin, do thot atyre vendalive të vet. Ju ka fal. Mirë, po çka i bie kjo? Kjo i bie që për të është nafile pastaj. E para është farzi kryet, dhe pastaj ka shku tek vendi vet, apo tek, po themi si sot me shku tek fshati apo tek një lagje vet që nuk ka xhami dhe që nuk është fal namazi, atëherë i lejo do thot ta fal së bashku me ta. Nëse imamit i prishet abdesti dhe pasuesi i tij nuk e di kët, namazin duhet ta përsëris vetëm imami. Domethënë e përsërit vetëm imami. Ndërsa xhamati nuk e përsërit namazin. Nuk ka nevojë me përsërit namazin. Tek Ibn Taymije rahimahullahu taala, namazi në Mesjidul Aqsa është 500 herë më i vlefshëm. 500 herë më i vlefshëm. Pasi gjinët janë një lloj tjetër nga ne në qenje, janë krijesa më ndryshe se sa njerëzit, dhe në lloj, atëherë duhet të kenë patjetër dallim në një pjesë të detyrimeve, sepse Allahu ka dhënë krijesave detyrime sipas llojit, mirë po ata janë të detyruar si ne me pajtimin e të gjithëve. Nuk ka përparësi me prejardhje në imamllëk. Domethënë nuk u bën me qit dikonin imam për shkak të prejardhjes. Ky ka prejardhje fisnike, atëherë ta vendosim jo. Në hadith ka ardhur pejgamberit alayhisalatu wassalam që duhet të vendoset imam ai person i cili ka njohuri apo din më shumë Kur'an. Nëse janë të barabartë, vazhdon hadithi dhe thot ai i cili din dhe thot sunetin e pejgamberit alayhisalatu wassalam apo rregullat. Mirë, po ka raste vllazni, për shembull, nëse një fëmijë moshës 4-5 vjeçare, 6 vjeçare, 7 vjeçare apo din Kur'an më shumë se sa një i moshritur, mirë, po nuk i din dispozitat e namazit, mirë, nuk din se si bëhet sejdja, nuk din, thjesht nuk i din dispozitat e fikut, atëherë i jepet përparësi kujt? Atij i cili din, përkundër asaj që fëmiu din më shumë Kur'an. Xhamati duhet ta pasoj imamin në namaz në çështje të cilat kanë ijtihad. Edhe nëse pasuesi nuk e ka mendimin e njëjtë me imamin, siç është kunuti në namazin e sabahut. Më thonë, në disa aspekte vllazni, sidomos në duan e kunutit, edhe nëse ti e ki mendimin një Hanefi, e ki mendimin që kunuti bëhet në namazin e vitrit, Shafit e bëjnë në namazin e sabahut. Çdo namaz sabahut e bëjnë Shafit. Çdo namaz sabahut e bëjnë Shafit. Sikur që e bëjnë Hanefit në vitër, Shafit e bëjnë mëngjes. Ti Hanefi po e zon, po shkon tek imami Shafi, atëherë e bën së bashku me të, nuk ka asnjë problem, është vuj imamit që të pasohet. Por se çështja është pak më e gjerë se kjo në disa aspekte, apo disa mund të thonë, mund të argumentojnë se imami nuk i ngrit durt apo gjatë tekbireve, çush i ngritim na, sipas haditheve të pejgamberit alayhisalatu wassalam që janë me dhjetra hadithe që Muhamedi alayhisalatu wassalam i ka ngrit duart gjatë tekbireve, kur ka thonë Allahu Akbar, i ka ngrit, apo tash. A mund ta marrim na këtë fetva dhe të themi që Sheikhul Islam Ibn Taymije thotë që në namazet që kanë ijtihad apo në sunetet, në gjërat që janë brenda namazit, apo duhet të pasohet imami, çfarë do të bën imami me një aspekt duhet të pasohet. Jo, nuk është domosdoshmërisht. Fjala është, ulemaja e kanë thonë, është çështja e mujtehidit. Është fjala e mujtehidit. Nëse është mujtehid, atëherë duhet lidhesh pas atij dhe çfarë do të bën ai duhet ta pasosh. Për shembull, kemi rastin vllazni të Sheikh Albanit dhe Sheikh Bin Bazit. Sheikh Albanit dhe Sheikh Bin Bazit. Sheikh Albani rahimahullahu taala për shembull e ka mendimin, ijtihadi i tij është
që pas rukus, nëse kur të ngritesh pas rukus, nuk lejohet me i lidh duart. I ngrit duart dhe nuk i lidh. Dhe përkundra zibile thot është bidat kjo, thot bidat i Saudis është. Ndërsa Sheikh Ibn Bazi, pas edhe Sheikh Uthejmini, thojnë është sunet, subhanallah. Ky po thot bidat, ata thojnë është sunet. I ngritin duart në Saudi dhe i lidhin pas rukus. Kur është falur Sheikh Albani rahimullahu taala, para Sheikh Ibn Bazit apo, dhe më thonë ulemave muçtehidun, atëherë çfarë e ka bot njëjtin veprim që e bën imami. E kanë thonë, pse shejti thu që është bidat kjo, po ai është të muçtehid. Ai është muçtehid, ka bëj ijtihad dhe ne do të lidhemi pas këtij. Kjo nuk do të thotë që ne imamët tonë secili imam që nuk i ngrit duart gjatë tekbirit, ne tash ta marrim këtë argument dhe mos i ngritim duart. Jo asesi. Se nuk janë imamët tanë, nuk janë muçtehidun apo. Pastaj namazi pas bidat gjinjeve, pasuzve të epshit, fasikave, gjunaqarve, duke pasur mundësi që të falësh pas të tjerëve nuk lejohet. Nuk lejohet. Në kontekstin që nëse e ke një imam i cili është xhamia afër, nuk është larg, ke mundësi me falë në atë xhamin që është imami pasuesi i sunetit, që nuk është fasik, nuk është gjunaqar i madh, atëherë jepi përparësi këtij, mos hajde te ky imami i cili është gjunaqar. Përkundrazi thot nuk lejohet. Tani, nuk lejohet, a do të thotë që nuk të pranohet namazi tek fasiku? Jo, pranohet. Sepse ne falemi pas të mirë dhe të keqit, sipas bindjes së ehli sunneti wal xhamaa. Porse, po të paralajmëron Sheikhul Islam Ibn Taymija, po tregon që duhet të falësh tek një imam i cili është pasuesi i sunetit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Namazi i imamit i cili ka papastërti, e cila nuk mund të largohet nga ai, është i vërtet. Ma tham më herët apo në pikën që nëse nuk ka abdest ai, namazi i pranohet xhamatit, ai e përsërit. E ta gjosh edhe me papastërtin. Kemi pas rast kemi lexuar nga hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam që Muhamedi alayhis salatu wassalam është lajmëruar që ka pasur tek çfarë ti themi, tek kpucat e tij apo nallonet e tij apo papuçat e tij, themi, ka pasur gjëra të fllixta dhe ka ardhur urdhri apo i ka ardhur lajmi nga Xhibrili alayhis salam që ti pastroj, do thot pastroj të mbathurat, duke qenë në namaz. Pastaj thot, nuk i lejohet njerëzve të thjesht nga muslimanët të veprojnë një vepër të cilën ai nuk e di a lejohet. Thjesht valla pe bojun, a lejohet as lejohet, se kam gale. Menja po më thot që lejohet kjo. Kjo nuk lejohet. Përkundrazi ulemat e kanë thonë, nëse dhe ja qillon një çështje, nëse nuk e din, dhe ja qillon, apo thua me kokën tënde, pa ijtihad, pa dije, edhe nëse ja qillon, merr mëkat tek Allahu subhanahu wa taala, sepse je duke folur për një dispozit fetare që i bie, je duke folur në mënyrë të paditur për Allahun subhanahu wa taala. Dhe folja apo ngritja dispozitës fetare i bie sikur ti je duke e vendosur një vul për Allahun azza wa xal, për fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Do të që në start ti po gabon, sepse je duke fol në mënyrë të paditur. Pastaj edhe me këtë bëhet fasik nëse vepra është e tillë, apo nëse vepra është e tillë, namazi xhumos para imamit me arsye është i vërtet. Pastaj thot, namazi njeriut i vetëm pas safit me arsye është i vërtet. Nëse në resht ka vend për një njeri, ndërsa pas rreshtit janë dy persona, duhet të qëndrojnë të dy për të formuar rreshtin. Sepse renditja në saf është detyrim, ndërsa mbushja e vendit të zbrazët në saf është vetëm e pëlqyer, e që kjo bie ndesh me fjalët e ulemave të tjerë që thonë që safi duhet të mbushet. Nuk lejohet, do thotë të jetë bosh edhe të bësh një saf tjetër. Po, ka hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam, nëse pas safit parë, 2, 3, ku e di unë, mbushet safi dhe pastaj e ki një person vjen,
apo ati namazi nuk i pranohet, ka në hadith pejgamberit alayhis salam. Në kësi raste lejohet që personi kur të vi vetëm lejohet me ju bashkangjit imamit, që është problem tek xhamit tona përpos pasuzet sunetit që e njohin këtë dispozit. Apo në raste specifike atëherë themi që i pranohet namazi sepse nuk ka mundësi, Allah nuk ngarkon për te mundësive. Është e papëlqyeshme të falesh në anën e majt të imamit përveç me arsye. Çfarë do me thonë këtu? Këtu i bie vllazni që nuk lejohet me shku vetëm në anën e majt, apo edhe në anën e djathtë. Në hadith ka ardhur, duhet mas pari në drejtim të imamit, pastaj në djathtë në të majt, në djathtë në të majt. E jo për shembull imami me shku në djathtë edhe krejt me shku në të majtën, ose imami në të majt dhe xhamati krejt në të djathtë. Jo, duhet me qenë në mes. Lejohet që të ndërtohet xhami afër një xhamie tjetër nëse thot ka nevojë dhe nuk ka qëllim të keq për të bërë dëm. Ulemaja vllazni në fillim kanë thonë, ulemaja e hershme, nëse me një vend të caktuar është një xhami dhe ajo xhami nuk po mbushet, si zakonisht për shembull në xhamit tona tani, një saf, dy safa bëhen gjatë namazeve 5 ditore, apo gjatë 5 vakteve është fjala, gjatë ditës. Dhe përderisa nuk po mbushen këto xhami, pse po e bën edhe një xhami tjetër, po i përçan xhamatin? Nëse mbushet xhamia, ka nevojë, apo atëherë bëje xhamin tjetër, bëje xhamin e dytë. Dërsa nëse nuk mbushet, nuk është mirë të bësh xhami tjetër, veç thjesht hajt po bëjmë mure. Nuk është xhamit i zbukuron xhamati. Pastaj thot shehu zgjodhi mendimin se femrat nuk dilnin në xhami në kohën e tij, e çdo të thoshte shehu për kohën tonë. Allahu na ndihmoft. Pse? Çështja është sepse për shkak të përhapjes së gjunaheve, për shkak që femrat zbukurohen, lyhen, ngjyhen, vendosin parfyme të ndryshme, normalisht edhe sahabit kanë thonë se sikur ta shihte Muhamedi alayhi salatu wassalam këtë gjë do t'i ndalonte femrat të shkonin në xhami. Për atë arsye dhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyah kur e ka parë disa nga mëkatet që janë të përhapura në mesin e grave, ka thonë që nuk lejohet. Edhe pse baza është që pejgamberi sa ka thënë mos i ndaloni robëreshat e Allahut kur dëshirojnë me shku në xhami. Po, ndalohet që xhamia të merret shtëpi dhe vend fjetje. Më thonë, nuk është mirë që xhamia mu marë si shtëpi, apo duhet mu lënë për vend adhurim. Nuk është e vend sikur hotel mu bo, apo. Dhe thot vend fjetje. Pastaj thot, lejohet të bëj përveç normalisht itikafi kur është diçka tjetër ajo. Lejohet të bëj ruku para se të hyjë në resht, dhe kur të ngrihet në këmbë të hyjë në resht. Kjo ka ndodhur një herë një person i cili sapo është futur në xhami, kur e ka pa në ruku Muhammedin alayhi salatu wassalam dhe ka rënë në ruku. Mirë, po pastaj është futur në saf, sepse po të shkonte deri tek safi, ata do të ngriteshin për në qiyam, apo pas rukus, dhe do t'i humbte rekati. Për atë arsye çfarë bëri sahabiu? Bëri ruku në momentin kur u fut në xhami dhe i pa xhamatin në ruku. Mirë, po pejgamberi sa pas dhënies së selamit tha, kush e bëri kët? E ngriti dorën, filoni, tha mos e bëj edhe një herë. Mos e bëj, tha edhe një herë, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pastaj thot, nëse janë 2 gra, duhet të bëhen bashk në saf. Më thonë, nëse janë 2 gra, po edhe 3 gra. Nuk ka imam sikur tek gratë, sikur që bën imam tek burrat që del një hap përpara, apo dhe mbrapa është safi. Tek gratë krejt janë me një rresht. Nuk del përpara. Mund të bëhet imame, domethënë e grave, por se nuk shkon një hap përpara që xhamati tjetër xhamati mas kësaj motrës muslimane ta bëj rreshtin, kjo nuk lejohet. Pastaj thot, nëse nuk bëhen bashkë në saf me gruan tjetër, atëherë merr dispozitën e njeriu i cili falet vet pas safit. Nëse mes imamit dhe pasuesit ka ndonjë pengesë që pasuesi të mos e shoh imamin, nëse është me arsye, atë namazi është i vërtet. Ky është mendimi i Imam Ahmedit rahimahullahu taala. Tash kemi kaptinën e namazit të atyre që kanë arsye, apo kanë arsyetim.
Nëse i smuri nuk mund të bëj shenjë me kokën e tij, nuk e ka detyrim namazin, e ka këtë mendim Shekull Islam Ibn Taymija, sepse ai ka hub mo. Me një aspekt, ky është i shtrirë në spital apo në shtëpi, është aq smut sa që nuk po mund me lëviz as kokën. Atëherë nuk e ka detyrim të namazin. Bie të namazin mbi të. Ky është mendimi i Shekull Islam Ibn Taymijës. Nuk e ka detyrim të lëviz syt. Ky është mendimi i Ebu Hanifës dhe transmetimi nga Ahmedi. Se dikush mund të më thonë që përdesa nuk ka mundësi me lëviz kokën, atëherë lëviz syt. Thot nuk e ka këtë detyrim të lëviz syt. Është e papëlqyer të plotësohet namazi, të falen 4 rekate në udhtim. Është e papëlqyer, është mekruh. Imam Ahmeti thot se kjo nuk më pëlqen. Transmetohet nga Ahmeti sa mjafton ky namaz apo jo. Nuk ka diç të vërtetë thot se sahabët e kanë plotësuar në rrugë namazin kohën e pejgamberit alayhis salam. Ama thon nuk e ka plotësuar as Muhamedi alayhis salam, as sahabët, as kush, sepse është lehtësim për udhëtarin. Lehtësim është nga 4 mi bë 2 dhe mos mi fal sunetet. Namazi shkurtohet në çdo transferim i cili quhet rrugë, qoftë shumë apo pak. Nuk shikohet me kilometrazh, e ka mendimin Shekull Islam Ibn Taymija. Rruga nuk caktohet me largësi, thot. Ky është mendimi i dhahirive, thot Shekull Islam Ibn Taymija. Ky është mendimi i sipërfaqësorëve, ata që në mënyrë sipërfaqësore japin fetva. Ibn Hazm al-Dhahiri që ka qenë, që është quar me këtë mendim. Disa pasues Shafiut dhe të Ahmetit thonë, e njëjta gjë është edhe nëse niyetin e bën të qëndroj më shumë se 4 ditë apo më pak. Ky mendim transmetohet nga një grup prej sahabeve. Te shehu thot është rregull çdo sen të cilën sheriati e ka lënë të papërcaktuar, në mënyrë decisive, nuk të ka përcaktuar një vepër të saktuar. Nuk lejohet që rruga të përcaktohet dhe matet me kohë dhe largësi. S'ta kalon sheriati, apo do të thjesht të papërcaktuar të kalon. Pikërisht për këtë u i ndahet në të pastër, pastrues dhe të papastër. Thot e as nuk ka periudhë më të shkurtër apo më të gjatë të menstruacioneve, apo hajde kallëzoni mu, a ka ndaj tekst sheriatik ku thuhet që kaq ditë janë menstruacionet? Nuk ka. Kjo varësisht prej karakteristikës të një femës të saktuar. Një femër i ka 3 ditë, një femër i ka 5, një i ka 10, një i ka më pak, më shumë. Ma thënë, nuk ka caktim. E njëjta gjë është edhe me udhëtimin. Thot, nuk ka periudhë më të shkurtër apo më të gjatë të menstruacionit përderisa nuk bëhet mustahada. Mustahada gratë din që kur vinë ato menstruacionet e bardha apo ajo që përfundon me një aspekt. Gjithashtu në menstruacionin nuk caktohet mosha më e vogël e as më e madhe, kështu pra edhe në çështjet e rrugës. Nuk dihet, dikunin për shembull moshën 12 vjeçare ka femna piqen më herët, dikush moshën 11, dikush moshën 15. Nuk ka këtu një caktim me këtë gjë. Mysafiri, udhëtari apo që e merr hukmin, dispozitën, thot e fal namazin e vitrit, sunetet e sabahut. Domethënë çto janë përveç farzeve që janë të shkurtuara, vetëm këto lejohet me i fal. Vitrin dhe namazin sunet të sabahut. Ndërsa sunetet e tjera nuk falen. Lënia e suneteve të tjera është sunet. Domethënë lënia e suneteve është sunet. Qysh më lënia e suneteve sunet? Po. Lënia e këtyre suneteve vet është sunet. Se vet i kalon Muhamedi alayhis salam, sunetu tërkibjer. Sunet që e praktis. Dhe kjo është prej sunetit. Më mirë është të fal namaz vullnetar përveç suneteve të caktuara. Nëse don me fal apo, atëherë mos ja obligo vetvetes sunetet që janë të namazit, por se thjesht po du më falën. Po du më fal nafile të papërcaktuar, nuk ka asnjë problem në këtë gjë. Namazet bashkohen në rrugë sipas nevojës. Kjo është nga të lejuarat e rrugës së përgjithshme, sikurse shkurtimi. Domethënë, me një aspekt, çështja e bashkimit të namazeve është sipas nevojës. E disa prej dietarëve kanë thonë, gjatë udhëtimit i bashkon, sepse është ma lehtë. Kur shkon në vend, kur arrin tek vendi i destinuar, atëherë thot i fal në kohë vet, ma mirë është dhe të shkurtuar. Mi po lejohet edhe atje me i bashku, po themi ma mirë, apo ma mirë në kohë vet dhe të shkurtuar. Pastaj thot
Kjo është nga gjërat e lejushme të përgjithshme, sikurse që shkurtimi, ky është mendimi i Malikut sa i përket faljes së namazit së bashku në një kohë, më herët apo më vonë, veprot ashtu siç është më e lehtë për mysafirin. Më thon, ose e fal kohë drekës, i bashkon dreki qindi, ose në kohë të qindis, ose në kohë akshamin yatsin, ose në kohë të akshamit i bashkon, pa një yatsia, aksham yatsi, ose në kohë të yatsis, mas yatsis dikura e fal aksham yatsi. Më thon, kjo është, më thon, dorën tonë. Pastaj thot drejtimi më i lehtë për bashkimin e namazeve është drejtimi i Ahmedit. Ai lejon që njeriu t'i bashkojë namazet kur t'jetë i angazhuar. Transmeton Ebu Talibi dhe Imam Ahmedi se mysafirit i takon ta fal yatsin para se të humb drita. Domethënë kohën e akşamit. I lejohet me fal yatsin. E bashkon. I bashkon dhe shkurton namazet në Muzdelifa dhe Arafat në përgjithësi. Gjithdhënësës i lejohet ta bashkojë namazin nëse i duket rënd pastrimi i rrobave në çdo namaz. Më thonë, gjithdhënësës i lejohet me i bashku namazin nëse i duket e rënd pastrimi i rrobave për çdo namaz. Kuzhinjerit dhe bukpjekësit që kanë frikë se mund të prishet pasuria, apo për shembull kuzhinjeri bukpjekësi e ka shti bukun me pjek, nëse shkon me fal namazin i digjet buka. Qa me bo personi? Thot i lejohet me e bashku namazin. Feja o letësim, vllazni. Feja është letësim. I lejohet me bashku, jo me bo rutin, mirë, po në disa raste të caktuara i lejohet kuzhinjerit dhe bukpjekësit me i bashku namazet. Nuk është kusht njeti për të shkurtuar dhe bashkuar namazet. Thjesht shkon e fal, ai zaten që ajo i njet. Namazi fars në mjetin transportues është i vërtet, valid. Je në kërë, për shembull në aeroplan ku e diune. Nëse friksosh se mund t'i ikin shokët e rrugës, apo frikë se mos e godet ndonjë e keqe. Namazi frikës falet në rrugë nëse friksosh se mund të ikë qëndrimi në Arafat. Dhe për fundi kemi kaptinën e rrobave, e kemi 7 pika, 2, 4, 5, 8 pika. Nëse në armatim ka nevoj për më ndafsh, lejohet vetëm nëse nuk mund të zëvendësoj atë diç tjetër. Dveshurit prej argjentit, ashtë rrobat, nëse nuk ka argument për ndales, nuk mund të ndalohet. Pasi suneti pejgamberit sa me ka bërë halal unazën e argjentit, atëherë ky është argument se lejohet veshja e saj. Domethënë, nëse ke argjent tek rroba, nuk ka asnjë problem, sepse nuk ka ndalesë. Përdorimi, thot, i argjentit nuk është i përcaktuar, sepse pejgamberi sa nuk e ka ndaluar veshjen e argjentit për burra e as për femna. Po për burrat çka e ka ndalu vllazni? E ka ndalu arin, e ka ndalu mëndafshin, por jo argjentin, dhe ka ndaluar enët e arit dhe argjentit. Po. Enët e argjentit po, enët e arit po. Lejimi në rroba është më i gjerë se sa në enë, sepse nevoja për rroba është më e madhe. Dietarët kanë polemik rreth përdorimit pak të arit në armë. Më thonë, a lejohet në armë me pas arit dukat dhe rroba me 4 mendime. Asë si thot nuk lejohet mendimi i parë, lejohet vetëm në shpat, lejohet në armatim, në shpatën Uthman ibn Hunejtit kishte një gosht prej ari, dhe pika 4, mendimi 4, është më afër mendimit se lejohet pak arin rroba dhe armë nëse madhësia është 4 gishta. Për ngjasimi i burrave me gra dhe i grave me burra është haram. Nëse femra vesh rrobë të hollë, të tej dukshme, e cila nuk ja mbulon lëkurën, shihet domethënë lëkura. Fatkeqësisht ka motra tona, subhanallahu. Duhet të ndaluar. Gjithashtu babai, vllai, burri i saj ka detyrim me ndaluar gjë. Nuk lejohet, pika e fundit, thot, zgjatja e rrobave në zogun e këmbës. Kjo quhet izbal. Izari nuk pjesa e fundit e rrobës nuk lejohet në zogun e këmbës, sepse në hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam thuhet çdo gjë që është në zogun e këmbës është në zjarr. Është në zjarr, andaj duhet me pas kujdes që rroba yte mos ta kaloj zogun e këmbës. Disa mund të thonë që çështja e
robës në zogun e këmbës ka të bëj me atë person i cili ka mendjemadhësi. Dhe për atë arsye, Ebu Bekri thot, ja Rasulallah, thot mu ndonjëherë po mbin poshtë rroba, po mbjen poshtë izari, po mbjen poshtë zogu të këmbës, çfarë të bëj? Muhamedi a.s. i thot që ti nuk e ke nga mendjemadhësia, dhe disa prej ulemave të hershëm e kanë komentuar, kanë thonë nëse nuk e ki prej mendjemadhësisë lejohet me lëshu, por se jo. Ebu Bekri që në start e ka bërë izarin mbi zogun e këmbës. Nëse gjatë ecjes o vllai i dashur je i dopt dhe të shkojnë pantallonat apo të shkojnë rrobat poshtë zogut të këmbës, atëherë futesh te hadithi e Ebu Bekrit. Mirë po ti që në start nuk po i pret, nuk po i pren mbi zogun e këmbës, atëherë që në start ti po hin haram. Për atë arsye, janë dy hadithe. Hadithi i parë, çdo gjë që shkon në zogun e këmbës është në zjarr. Hadithi i dytë, dënimi, është Allahu subhanahu wa taala nuk e shikon atë person që e ka nga mendjemadhësia. Hadithi i parë thotë shkon në zjarr. Hadithi i dytë ekstra përveç zjarrit as nuk të shikon Allahu azza wa jall. Nëse ja shton mendjemadhësinë. Apo nëse ja shton mendjemadhësinë, është çështja akoma më e rrezikshme deri në takimin e radhës me kaptinën e namazit të xumos, pastaj kemi kaptinën e namazit bajramit, xhenazës, zekatit e kështu me radhë. Subhaneke Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.